Gjykata themelore në Prizren ka mbajtur 4 seanca dëgjimore për caktimin e masës së paraburgimit ndaj 23 të pandehurve në dyshime për kryerjen e veprave penale kundër të drejtës së votimit, kanosja, marrja e rishfetit dhe dhënia e rishfetit. Gjykatëtarët kanë marrë vendim të 21 të pandehurve i u është caktuar masa e paraburgimit në kozgjatje prej 1 muaj, për shkak të dyshimit se kanë kryer vepër penale falsifikimi i rezultateve të votimit. Po ashtu, ndaj një të pandehure A.V. i është caktuar masa paraburgimit 1 muaj për shkak të dyshimit se ka kryer vepër falsifikimi i rezultateve të votimit. Ndaj G.P. vëzhguesi i është caktuar masa e 1 muaj i paraburgimit për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprat penale, kanosja dhe dhënia e rishfetit. 21 të pandehur komisioner akuzohen për veprën falsifikimi i rezultateve të votimit, një komisionere për falsifikim të rezultateve të votimit dhe marrje të rishfetit, si dhe një vëzhgues për kanosje dhe dhënie të rishfetit. Por a do të argumenton këto fakte, do të vlerësohet në fazat e mëtejtme të procedurës penale.